Dhjetra punonjës të kompanisë Bankers Petroleum janë ngritur mesditën e sotme në një protestë organizuar nga sindikata e sektorit hidrokarbur. Me pankarta në duar, ata janë mbledhur para zyrave të kompanisë në Marincë. Në fjalën e tij, kryetari i sindikatës Dritan Shahu i ka bërë një thirrje të drejtpërdrejtë edhe të fortë shoqërisë Bankers dhe drejtuesit të saj, Hong Ping, që të ndalojnë si injoruar rizarin e punonjësve, duke u ndalur në disa kërkesa kryesore. Pagat e ulta të merren në konsideratë të ketë një rritje për to, për pagat e punonjësve që kanë një vjetërsi më të lartë të merren në konsiderat të rriten dhe ato. Kemi kërkuar ditën ushqimore që mos të ketë diferencime midis naftatarëve, që shoqëria shtetërore merr dietë ushqimore më lartë se sa punonjësit këtu, pavarësisht se volumi i prodhimit atje është më i ulët se sa prodhimi i shoqërisë Bankers dhe fuqia punëtore atje është më e madhe se sa është këtu. Kjo janë të drejta që ne kemi konsultuar me punonjësit, kemi parë volumin e punës që bëhet, kemi parë tregun e pagave të punës në tregun se sa janë pagat sot në Shqipëri dhe kemi menduar dhe gjykuar që pagat e naftatarëve do të jenë mbi mesataren dhe më lart se sa mesatarja. Dita 1 Maj është një ditë simbolike për punëtorët, sidomos për naftatarët që janë përkas një industrie shumë vështirë. Ju e shikoni vetë sa plurë, sa ambient dotës është këtu dhe padyshim që këta njerëz duhet të dëgjohen. Nëse nuk do dëgjohen, siç u thash, ne do shohim të gjitha hapësirat ligjore për të kaluar në përshkallëzim derisa të merren në konsiderim. Se nuk keni reaguar më parë? Kemi reaguar, për shtas kemi reaguar. Ndoshta ju s'keni qenë të interesuar. Ne kemi njoftuar, kemi bërë njoftime. Me protestë masiv. Po sepse ka përshkallëzim. Kemi bërë takime me punonjësin të fushë, kemi qenë 70 deri në 100 vjet. Kemi dërguar email shoqërisë, dhe kemi bërë dhe publike në faqet tona. Sekretari i sindikatës së sektorit hidrokarbur Degafier Dritan Rapushi tha se në kaq vite jemi grabitur. Gjithashtu punëtorët u shprehen të zemëruar se prej vitesh në përkëmben në këtë kompani. Të gjitha e kanë mbaruar shkolla, të gjithë kanë vënë përkushtrim prej 10 vitesh, edhe asnjë gjë nuk ka hyrë në xhepat e tyre. Janë trajtuar si punëtor të dorës së dytë, ndërsa ju si kompani i shikoni profitin edhe te rrogat e punëtorëve. Kjo nuk është biznes, kjo është grabitje. Ju vi turp se si na trajtoni. Ju nuk jeni biznesmen, ju jeni grabitës. Në qoftë se i doni të respektoni njerëzit, atëherë hajdeni këtu, ballafaqoni, flisni pastër, jo të gënjeni e të mashtroni. Vetëm mashtroni prej 10 vitesh. Nuk keni dhënë asgjë këtij vendi, vetëm keni marrë atë që ka që jona. Meritokracia këtu është sipas preferencave. Kërkojmë rritje page me dinjitet dhe jo me mik edhe me shok. Thjesht meritokracia. Unë jam drejtues operator në fushë. Sa vitesh punon? Unë jam 18 vjet këtu. Po, në kapitalizëm kemi ligjin, pronën edhe meritokracinë. Të treja ato nuk zbatohen këtu. Meritokraci, ligj edhe pronë. Të treja janë të shtypura këtu. Si në gjithë Shqipërinë, jo veç këtu, po sidomos këtu. Organizatorët kanë pohuar gjithashtu se nëse zëri punonjësve nuk do të dëgjohet, atëherë protesta e sotme do të jetë vetëm fillimi i një rruge të re drejt protestave që do të përshkallëzohen.